Mirë, do të vjemi një bisedë në këto momente. Kam të ftuar në studio me shumë kënaqësi ish deputetin e Kelejda Alibeaj, zoti Alibeaj, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni na. Faleminderit për mundësinë. Prekim disa prej zhvillimeve kryesore të ditëve të fundit, që janë pjesë e aktualitetit politik. E nisim me ish partin tuaj, Partinë Demokratike. Partia Demokratike tashmë është futur gradualisht për kulmuar pastaj në 23 maj në garën për kreun e ri të partisë. Sali Berisha është kandidat, e ka shpallur, është vetë shpallur, kandidat sërish për kryetar të Partisë Demokratike, por nga ana tjetër debati shtrohet edhe tek emri i Ervin Salianit. Ish deputeti Partisë Demokratike, ish kolegu juaj që tashmë ka nisur dhe turin e tij me takime me bazën e Partisë Demokratike. Ka zëra të ndryshme zoti Alibeaj, ndonse jo shumë të qarta, por nënkuptohen që Partia Demokratike nuk ka luksin të humba skënd dhe duhet ta lejoj garën për të gjithë. Një prej të cilave ishte edhe zonja Tabaku në një takim, mos gaboj, me gazetarët që ka patur në Shkodër. Çfarë do të thotë Partia Demokratike nuk duhet nuk duhet të lejojë ose nuk e ka luksin të humbas askënd në këto momente? Si e kuptoni ju këtë deklaratë dhe qëndron në kushtet që është Partia Demokratike sot? Luksin për të mos humbur antar, kandidat, simpatizant, në fakt nuk e ka asnjë parti. Mjafton të kujtoj faktin që kur vijnë proceset zgjedhore, ju e dini, gjithë eksponentët e partive, majtas, dihathat, shënësika, vrapojnë për të bërë sa më shumë vota. Jo vetëm votat e mbështetësve tyre, simpatizantëve tyre, po edhe për te i gardit. Pra këta demokratët duhet të marrin vota socialiste, nëse duan të bëhen shumicë, si që edhe socialistët që po e bëjnë praktik, marrin vota demokratësh. Kështu që në rrafshin elektoral, kjo është alfa e ekzistencës së një partie politike në demokraci. Kështu që kush ka thënë këtë nuk është se ka thënë ndonjë gjë të madhe, me thënë të drejtën. Kjo dhe zonja Tabaku. Ajo se çfarë është e çuditshme, dhe këtu do të bëj gjithmonë parantezën, ju e bët në fillim, ish partia ku kam aderuar, tash gjithmonë nuk është shumë e hishme të flas për një gjë të vjetër të hedhur pas krave, por vetëm për vlerën publike, dhe partitë politike kanë vlerë publike, pra kanë impakt publik, edhe mund të jap 2-3 komente. Si e kam parë unë? Më duhet ta bëj edhe këtë parantezë që në bazë të informacioneve që kanë, që kryesisht janë mediatike. Ajo që po ndodh në Partinë Demokratike nuk është gjë tjetër veç se është një vazhdim i krizës së legjitimitetit. Përse? Nuk është një episod tanishëm, po sepse që këtu e para 4 viteve, gjithë ai proces që e shoqëroi atëherë Partinë Demokratike, me përplasje fizike, gjyqësore, me procese jo legjitime, pavarësisht se gjykatat në fund dhanë një vendim siç edhe e dhanë, në fakt për këto treguan diçka. Ai fraksion dikurshëm i përfaqësuar nga Sali Berisha, synimin e vet nuk kishte të bënte një parti, si e thoshin, një parti më të fortë, më të madhe, më të bashkuar. Po. Ngjarjet e tanishme tregojnë krejt të kundërtën. Ato që unë dhe kolegët mi në atë kohë e kemi thënë. Ajo lëvizje ishte e tillë që donte ta spastronte Partinë Demokratike për të mbajtur dhe për t'ia dhënë, ta marrë si dhuratë Sali Berisha për hallet e veta personale, duke u shkputur totalisht nga interesi publik, që për një parti politike është interes elektoral, ketë sa më shumë vota. Dhe shifni se si po shfaqet sot në sytë e publikut ajo mungesë legjitimimi. Shiko sa ironike është. Me sa duket do të kandidoj, juve e thatë, Sali Berisha, i cili sipas statutit vetë të miratuar po vetë, nuk duhet të jetë kryetar sot që flasim, dhe kjo ka filluar nga data 11 maj kur unë zgjedhjet, që është rregulli i parë, shkruar prej tyre, dhe rregulli i dytë është që nuk duhet të rikandidoj në zgjedhjet e ardhshme për kryetar partie. Pra një njeri i cili nuk mund dhe nuk duhet të kandidoj, kandidon,
me shumë gjas do zgjidhet, e dim të tashmë, dhe nga ana tjetër, kam parë në media që antarë të tjerë, përfshi këtu dhe zotin Saliani, kanë të drejtën për të kandiduar, nuk kandidojnë. Ky është absurdi më i madh që ndodh në një parti politike. Nuk vetëm për sa i përket statutit me që e përmendet, është ngritur një grup pune, nuk e di nëse keni dëgjuar, që do të përfshihet në këto ndryshimet statutore, që duke parë se çfarë do të arrijë, e kam të lehtë për të kuptuar se çfarë do të bëjnë. Ndoshta japin të drejtë ligjërisht të zotit Berisha për të kandiduar. Sot që flasim, statuti, i cili është ligji një partie, kushtetuta një partie, thot një gjë të thjeshtë, atë që thash pak më parë. Kryetari i partisë që humbet zgjedhjet, i mbaron mandati automatikisht, dhe Sali Berishës ka mbaruar mandati që në 11 maj, 12 maj, apo datën se kur është shpallur zyrtarisht nga KQZ-ja. Për të qenë korrekt, kur certifikohen zgjedhjet. Pra nga i moment mandati i tij ka mbaruar automatikisht, dhe rregulli i dytë, që ai nuk mund të rikandidojë më në atë parti për kryetar. Ky është një rregull statutor. Ama është një rregull i cili nëse dikush ka guximin politik brenda asaj partie dhe të shkojë në gjykat, mund ta pengojë kandidimin dhe zgjedhjen si kryetar të Sali Berishës me vendim gjykate. Nuk jam duke thënë që nuk jam duke sugjeruar askujt që të shkojë në për gjykat. Megjithatë, një parti serioze nuk e shef si mëkat vajtjen në gjykat. Ja ta mbaroj arsye-timin. Këtë gjë e di dhe Sali Berisha. Pra që ka një pengesë ligjore për të kandiduar, statutore, por që është e barazveshme. Nëse hiqet kjo pikë nga statuti? Nëse hiqet kjo pikë nga statuti, me sa duket do hiqet, po, atëherë ka të drejtë të kandidojë ai. Po, edhe ai si gjithë të tjerët. Dhe dikush tjetër nuk e çon dot në gjykat. Por, po them gjë tjetër, mbas atij momenti, nëse ndryshon statuti dhe ndryshimet e statutit depozitohen, me sa është një gjë rutinë që ndodh, atëherë askush nuk ka më të drejtë që të shkojnë në gjykat me një kërkesë të thotë që Sali Berishës nuk i lejohet të kandidojë. Sepse nuk ekziston statut. Se rregullat kanë ndryshuar. Sigurisht janë ndryshime rregullash në mes të lojës, me që këtu kuptohet se sa legjitime është, por formalisht jo. Pra, nuk është se të mund të pengohet me vendim gjykate. E pra, që këtu kuptohet synimi, qasja e një grupimi të mbyllur, si që është Partia Demokratike, që e quan veten si grupim politik. Që këtu dalim pasaj edhe tek pyetja e parë, tek përgjigjja e parë, që është prova më e fortë që ndaj interesit të madh publik, atij elektoral, sidomos tani një vit e pak, ndoshta edhe më pak se sa një vit para zgjedhjeve, i lejon vetes që të spastroj, të përjashtoj antar të vet, funksionar të vet, kur mbas një viti me shumë gjas do shkojnë në zgjedhje, nëse do shkojnë në zgjedhje, për të kërkuar votat të socialistëve, e kjo s'është mëkat, përkundrazi, këtë duhet synoj, dhe votat e këtyre që i ka përjashtuar. Shifni absurdin logjik dhe politik të sjelljes që janë duke mbajtur. Në një rast hipotetik, ka një garë reale, një garë të ndershme në Partinë Demokratike dhe Ervin Saliani mund të kandidojë. Fiton përballë Sali Berishës? Nuk di ta them, po jap të përgjigje për të qenë, si thua, i baraz larguar, po themi nga një ishull që është larg meje. Çdo gare, sigurisht, çdo gare, tani do kaloj te pjesa tjetër. Një socialist nuk do t'ja bëja. Do kaloj te pjesa tjetër. Po, dakor. Pra, përgjigjja e parë është kjo. Nuk di se ç'do ndodh. Në një garë, nëse është garë, se këtu fillon gjithmonë arsyetim, nëse është garë, fundin e ka të paparashikueshëm. Po. Tani kthehemi ke pjesa tjetër. A është garë apo jo? Kjo është pyetja. Nuk është pyetja nëse do zgjidhet apo jo Sali Berisha. Do zgjidhet. Do zgjidhet, ndoshta edhe pa kandidat alternativ. Nuk do të ketë ndonjë surprizë, mendoni? Dhe fakti është që ajo çfarë duket që është e sigurt deri në këtë moment që flasim është që në atë parti nuk ka garë. Dhe kjo është gjymtimi më i madh që ndodh një partie. Po sigurisht shoh diçka tjetër, më duhet ta them. Ta them këtë. Shoh një reagim disproporcional
Sali Berishës dhe enturazhit vet ndaj lëvizjes së Salianit. Ta them edhe këtë. Lëvizja e Salianit ose edhe vetë ai si personazh politik, në fakt, me thënë të drejtën, të paktën në daljet e veta publike, në sytë e mi, nuk kam parë asnjë lloj platforme të natyrës politike dhe elektorale. Ka thënë vetëm që unë jam fitues, unë mund ta çoj partitë në fitim e tjerë, po nuk shoh një platformë që i flet publikut, një parti nuk është një ishull ndaj publikut. Po, çfarë synon? Cili është qëndrimi, cili është një platformë, çfarë? Cili është, do ta them atë. Cili është qëndrimi, po themi, që ai vet, nëse zgjidhet, nëse lejon kandidojë dhe nëse zgjidhet, do të ketë me drejtsinë, me non-gratat, me Partinë Socialiste. Çfarë qëndrimi ka ai për flirtet dhe pazaret që janë bërë deri tani? Si imagjinon karrierën brenda partisë e me radhë. Këto nuk i kam parë. Dhe këto, në fakt, është, në sytë e mi është një mungesë e madhe. Po, kuptoj gjën tjetër. Atë që thash pak më parë, agresivitetin disproporcional të Sali Berishës ndaj një lëvizje dëbrisht të Ervin Salianit. Po përse? Nuk është arsye, besoj unë, nuk është arsye, besoj Salianin në vete, apo dhe 2-3 njerëzit të cilët e kanë shoqëruar. Është frike, le të themi, shqetësimi. Jo ndaj atij, po ndaj diçka tjetër. Çfarë? Ajo që unë shoh, dhe këtu po i kthehem asaj që ju i bë thirrje kujtesës sime të së shkuarës në atë parti, me sa duket është duke ndodhur ose ka ndodhur një lloj erozioni ndaj idhujtarisë që baza asaj partie ka ndaj Sali Berishës, ndaj idhullit Sali Berisha. Nuk është më, dhe ai e ndjen me sa duket, e ndjen që gjithmonë më tepër gjithë sjellja politike e këtyre nga 2013 e këtej, po të pak nga 2021 e këtej, që të mos e shoj më tej, gjithë ato qëndrime se do ta rrëzoj Ramën për 6 muaj, se kryengritja paqësore, po se revolucioni paqësor për 3 muaj do ta rrëzojmë Ramën. Se jo këtë protest, po protestën tjetër, me sa duket, këto kanë arritur një pikë ngopje edhe tek militantët më të thekur që ai ka arritur të krijojë në 30 vite dhe ka krijuar një mas mosbesimi ndaj tij, dhe i pari që e ndjen është ai. E për këtë arsye, me sa duket dhe lëvizja e tij është disproporcionale, të përjashtosh, të shkosh deri ke përjashtimi i disa individëve që para 2-3 javësh nuk i njihte askush. I zotin Saliani, po të tjerë nuk është e njihte askush, tregon pikërisht këtë situatë alerti ku është ai dhe enturazhi vet. Tregon për një nëse ka një erozion. Nuk më çudit sepse ky ishte fundi që paktën kam parashikuar kohë parë. Nëse ka një erozion të tillë të adhurimit apo të mbështetjes ndaj Sali Berishës, nëse do të kishte gara reale, atëherë Ervin Saliani do të kishte shanse? Po pse jo? Të kishte një garë të fortë përballë Berishës. Pse jo? Ju thash, opinioni im për zotin Saliani është ai që është. E ka pas dikur rastin e mirë për që në anën e moralit dhe jo në anën e forcës, siç edhe treguan ai dhe shumë të tjerë që shkuan tek Sali Berisha i para 2 viteve. Megjithatë, në këtë periudhë, kush e ka parë me një sy të qetë, pretendoj të jem i neutral tashmë, sa salla i ka mbushur. Në mënyrë sistematike. Ca teza brenda partisë i ka thënë me një guxim që ka ardhur gjithmonë në rritje, ta pranojmë edhe këtë. Me sa duket, ka nuhatur, ka kuptuar që kjo është gjendja, psikoza në të gjithë ato që quhet baza e Partisë Demokratike. Dhe nuk do më duket çudi që nëse do të kishte vërtet një garë reale, minimalisht e pranueshme, se reale do të ishte shumë e vështirë, po minimalisht e pranueshme, të mund të ndodhte edhe një goditje në legitimitetin e Sali Berishës. Gjoni, mbase do duke e çuditshme që të mund të fitonte, por nëse do të merrte një mbështetje, po themi të mirë, të shëndetshme, do ta godiste Sali Berishën tek e vetmi armë që i ka ngelur, pra tek legjitimimi që ai pretendon se është i pari, i vetëm dhe i padiskutueshëm në aradhën e vet. Dhe nëse goditet një lider autokrat si ai, pikërisht tek kjo pjesë,
është e barabartë edhe me rrëzimin nga të qenit në krye të partisë. Edhe diçka te Partia Demokratike. Protestat deri tani, protestat kombëtare, kanë arritur diçka në gjykimin tuaj? Qeveria është aty ku është. Edi Rama vazhdon të jetë kryeministër. Vëmendja ndërkombëtare përkundër asaj se çfarë në fakt synonte, protestat e kaluara në kohën e Bashës. Çfarë synonte, të paktën nga ndërkombëtarët, madje nga ata ndërkombëtarë që kanë qenë dhe më afër, dhe janë në fakt më afër Partisë Demokratike, po përmend këtu përfaqësuesit gjerman, e vetmja gjë e cila është ngritur fort ka qenë mos përdorimi i dhunës. Pra rezultati ka qenë negativ. Ka arritur në disa raste të krijojë një numër caktuar njerëzish, por që nuk do të thotë asgjë në aspektin politik të gjës. Sepse ka një problem thelbësor në sjelljen e Partisë Demokratike në rastin e këtyre protestave. E kam thënë këtu, po e përsëris edhe një herë. Nëse sot Partia Socialiste dhe Edi Rama është në cep të ringut, nuk është prej protestave të Sali Berishës. Nuk është prej luftës së pa epur dhe pa kompromis të tij, është për shkak të drejtësisë. Asaj drejtësie, të cilën Partia Demokratike, përfaqësuesit e saj, i pari i saj, e godasin në mënyrë sistematike më herët dhe më shumë po doni ju se sa vetë Edi Rama. Do duhet ta kishin aleat. Jo vetëm do duhet ta kishin aleat në retorik. Do të kishte shumë sens që dhe protestat që do të kishin bërë t'i bënin në mbështetje të spakut. Se sot bjem dakord të gjithë që ka një përplasje frontale sikur më parë midis qeverisë, Edi Ramës dhe drejtësisë. E kam thënë këtu përpërsis. Është e vetmja garë reale ku Edi Rama është në mbrojtje ndaj në raportin me drejtësinë. Është e vetmja garë ku Edi Rama është i dobët dhe drejtësia është e fortë. Në gjitha garat e tjera, Edi Rama është i forti ndaj Sali Berishës, Edi Rama ndaj administratës, po doni ju dhe Edi Rama ndaj publikut. Është ai i forti, është ai që përcakton rregullat, është ai shahisti i madh që është 3 lëvizje para. E vetmja garë ku është në mbrojtje, është i dobët, gjithmonë më tepër, e ndes ka mbaruar. Në këtë rast do ishte logjike, do ishte politike, do ishte e moralshme, do të ishte institucionale që çdo përfaqësues publik apo politik të ishte në mbështetje të drejtësisë. Edhe kishte sens që ato protesta të ishin në mbështetje, të kishin këtë si slogan kryesor. Do doja të pyesja pak në fund zotja Libeaj dhe një deklarat të djeshme të sekretarit Amerikan të Shtetit Blinken për nëngratën e zotit Berisha. Nuk e di nëse keni parë. Në rrjetet sociale e kam parë. Në fakt është dhënë plot si pyetja e zotit Semanjaku që ka qenë ish kandidat për deputet në qarkun e Fierit në radhën e Partisë Demokratike, po ashtu dhe përgjigja e Blinken. Nuk kam asnjë pishman, ka thënë, asnjë dyshim. Tregoj shumë. Nëngrata nuk ka lidhje me problemet e brendshme të Partisë Demokratike, por me problemet e zotit Berisha. Bie poshtë karta e demokratëve që nëngrata ka ardhur si sponsorizim i Sorosit? Po, përgjigja ishte e qartë. Në fakt, do duhet të respektuar edhe ideali që bëri pyetjen. Se ndonjëherë këto pyetjet, edhe pse mund të ketë pasur në një fryrje në vesh nga Shqipëria, pak rëndësi ka kjo, po duhet të respektuar për pyetjen sepse risolli edhe një çështje që duket sikur me kalimin e kohës kishte rënë letargji. Dhe në fakt dolën dy konkluzione, për mua s'paku dy konkluzione të rëndësishme. E para, siç edhe Blinken e tha, qëndroj unë tha. Pra qëndroj unë si sekretar shteti mbas sanksioneve. Që do të thotë është një qëndrim zyrtar. Nuk ka qenë kur të s'kishte si të ishte i lobuar apo i manipuluar nga dikush. Sekretari i shtetit nuk është një diçka që merr për vesh i dikush, edhe t'i vër një cop letër para dhe t'i hedh firmën. Ja. E kjo është e para. Dhe së dyti tha gjën tjetër. Jo për fajin tim, po për fajin e tij. Dhe së treti, se kjo është i treti konkluzion,
e tha dje apo pardje kur ka ndodhur një vit e ca pasi sot në qeverisje nuk është më Blinken, nuk është më Biden, nuk është më Yuri Kim, është Donald Trump, republikan, që njihet realisht si një kundërshtar i administratës së mbarshme përfshi dhe Sorosin. Dhe një vit e ca kaluar nga qeverisja ka qenë kohë e bollshme edhe për ta trajtuar këtë çështje në qoftë se ka pasur ndonjë gabim. Pra, mund të ishte hequr nëse ishte e gabuar. Sigurisht, në qoftë se ka qenë e lobuar, ka qenë e financuar e me radhë, duke njohur edhe qasjen që ka pasur dhe ka gjithmonë Donald Trump, sigurisht që do të ishte një çështje që me kohë e me vakt do të ishte mbyllur duke hequr në ngratën. Futur këtu edhe diçka tjetër, mos harrojmë, edhe me lobimin financiar që Sali Berisha dhe Partia Demokratike ka bërë, apo jo? La Civita, $6 milion para fushatës e me radhë, që do të thot në analizë të fundit ka qenë një qëndrim zyrtar institucional i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga sekretari i shtetit Blinken, dhe nga ana tjetër tregon atë që ka qenë mashtrimi më i madh që Sali Berisha i ka bërë të vetëve dhe që ka mbajtur si një hipokrizi për të vazhduar për të arritur në këtë situatë ku është sot. Kishe, zotja Libeaj, nëse Sali Berisha nuk do të ishte shpallur në ngrata, do të ishte gjendja sot kështu në Partinë Demokratike? Problemet me drejtësinë këtu në Shqipëri është çështje tjetër partizane e tjerë? Nuk di të ta them, sigurisht nëse nuk do të ishte shpallur në ngrata me shumë gjas, nuk do të ishte pezulluar. Do të ishte kishte arsye, nuk do të ishte pezulluar, se kjo ka qenë nga Lulzim Basha, do të kishte vazhduar një gjendje ashtu, pothuajse gjysmëkëndetore të Partia Demokratike. Këtu do të jem fare i sinqert, sepse do duhet jemi korrekt edhe arsyet se përse në 2021 po doni ju edhe ndryshimet e 2020-s, ndryshimet të kodit zgjedhor, apo dhe një sër sjelljesh të tjera, çuan në përfundimin që Partia Demokratike edhe në 2021, ku ka pas rezultatin më të mirë elektoral, nuk arriti të fitonte zgjedhjet. Dhe të qeni i sinqert, dhe me kurajo civile, unë besoj që është të çonë në këtë përfundim. Me non grata, pa non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një lider partijak nuk mund të jetë gjithmonë i shitshëm ndaj publikut dhe elektoratit. Do duhet kuptoj sigurisht kohën se kur do duhet të largohet. Sali Berisha, nësa duket ishte non grata, që në 2013, non grata për shqiptarët, humbi zgjedhjet. Në 2013 humbi zgjedhjet, e bëri shumë mirë aktin për të larguar, duket që ishte hipokrizi, dhe vetëm në këtë mënyrë do të kishte dhënë një hapësirë reale Partisë Demokratike të rindërtonte veçasen figura të reja dhe jo duke qëndruar mbas perdeve për të luajtur fijet e Lulzim Bashës, me sa duket. Megjithatë kjo është një çështje që meriton shumë diskutim. Ndaj përgjigjja ime finale do të ishte mund të mos kishin ndodhur të gjitha ato ngjarje të shëmtuara në seli për flasje, por se rezultati pak përshtypje kam që do të ishte ndryshe. Ju falenderoj shumë zotja Libeaj. Faleminderit për mundësinë. Një tjetër hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.